Therja e kurbanit për fëmijën e posalindur. Kur veprohet, kur realizohet një gjë e tillë, në momentin që theret kurbani, zgjidhet nyja e shejtanit. A ka mundësi unë vetë ta theri një kurban për vetveten? Akika është therja e kurbanit dhe jo darka e kurbanit. Sa kurbana duhet të theren për fëmijën i cili është lindur? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në hijen e temave të cilat janë të rëndësishme për besimtarin, të rëndësishme për besimtaren, që ne si musliman t'i njohim ato, t'i dim ato, të mundohemi të jetojmë në atë mënyrë që na udhëzon Islami pa i kaluar kufit e Allahut azza wa jall. Jemi në kapitullin e martesës, ku kemi përmendur, kemi trajtuar tema të ndryshme një pas një, derisa kemi arritur tek të drejtat e të dy bashkëshortëve, ku kemi përmendur ato të drejta, ato obligime që i takojnë burrit dhe ato të drejta, ato obligime që i takojnë gruas. Pas kësaj vjen gjithashtu një temë e cila është e rëndësishme për secilin musliman, për secilin të martuar, sidomos në momentin që Allahu azza wa jall e nderon atë, e gëzon atë, e furnizon atë me evlad, me fëmijë. Një prej mirësive të mëdha të martesës është edhe dhurata e fëmijët. Ai i cili është i martuar, pas martesës e pret që Allahu azza wa jall, pas kohës të cilën Allahu e ka caktuar, të vjen momenti që ai njeri, ai burr, ajo grua, ajo familje të kenë evlad, të kenë fëmijë. Kjo është një prej dhuratave të mëdha nga Allahu azza wa jall. Megjithse mirësitë prej Allahut për njeriu janë të mëdha, janë të shumta, janë deri në atë shkallë sa që njeriu nuk ka mundësi t'i numëron ato, mirë po në mesin e shumë atyre mirësive, prej më të mëdhajave është edhe kjo mirësi, është edhe kjo dhurat, me të dhanë Allahu azza wa jall fëmijë, qoftë djalë apo vajzë, me të dhanë Allahu fëmijë, kjo është një mirësi e madhe prej Allahut azza wa jall për njeriu. Mirë po, nëse Allahu i jep besimtarit dhe besimtares fëmijë, atëherë prej të dy bashkëshortëve, atëherë prej prindërve të fëmijët, kërkohen disa gjëra nga feja e Allahut azza wa jall, që njeriu duhet t'i praktikon ato. Disa prej tyre janë sunnet, e disa prej tyre janë wajib, mirë po besimtari duhet t'i ketë parasysh, ka fëmijë, muslimani, muslimanja ka fëmijë. Çka duhet me bë tash, çka më kërkohet, çfarë përgjegjësie kam unë prej momentit të parë, prej javës së parë, mua më kërkohet ndonjë gjë, sigurisht që kërkohet.
çka duhet të bëjmë ne në këtë rast? Në këtë rast ne kemi disa pika. Prej tyre është mirë dhe është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njeriu të hanë ndonjë hurmë dhe me langun e saj t'ia fërkon nofullën fëmijët të posalindur. Ai fëmijë i cili ka lind, njeriu të merr pak prej langut të hurmës, kanë thënë dietarët nëse nuk gjendet hurma, ndonjë gjatë të ëmbël dhe pastaj me langun e saj t'ia fërkon nofullën fëmijët, që fëmijët të fillon në fillimin e jetës së tij me një gjatë të tillë e cila është e dobishme për te. Mirë, po ne këte edhe të gjitha gjëra tjera që i veprojmë apo do t'i veprojmë, kryesorja për neve është që kjo është prej islamit, që kjo është prej sunetit dhe ne me këte mundohemi që ta realizojmë ibadetin dhe ta arrim shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Andaj një gjë e tillë është e mirë dhe një gjë e tillë është vepruar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu është prej sunetit të tij që ne si musliman, nëse Allahu Azza wa Jall na nderon, na dhuron fëmijë, ne për hir të Allahut Azza wa Jall të therim kurban dhe një realizim i këtij ibadeti i cili vetëm se është përhapur në popull, vetëm se është ngjallur në popull, vetëm se ka depërtuar në për familjet e besimtarve, elhamdulillah, dhe kjo është e mirë dhe kjo është e njohur dhe quhet akika. Pra akika është therrja e kurbanit për fëmijën e posalindur. Kur veprohet, kur realizohet një gjë e tillë, e mira është që ajo të veprohet në ditën e 7 të lindjes së fëmijës. Në ditën e 7 të therret kurbani për fëmijën. Në ditën e 7 dhe jo kur t'i ban një javë, nga se sot një javë është dita e 8, po në ditën e 7 është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që për fëmijën të therret kurban. Ky kurban është akika. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxiti dhe tha, çdo fëmijë është i lidhur me akikën e vet. Çdo fëmijë është i lidhur dhe një nije e tillë qëndron me te deri kur të therret kurbani. Përderisa nuk është e therrur akika, shejtani e ka ndikimin më të madh ndaj atij fëmiu. Nxitjet, citjet, reagimet dhe çdo gjë tjetër që vjen nga shejtani është më i lehtë përderisa njeriu nuk e ka pasur apo nuk e ka realizuar akikën e tij. Qoftë edhe nëse ka kaluar kohë, qoftë edhe nëse kanë kaluar muaj, qoftë edhe nëse kanë kaluar vite, kurbani i tillë, ky lloj kurbani është i rëndësishëm. Ky lloj kurbani është i rëndësishëm, po dikush sot i ka 10 vite, 15 vite, a ka mundësi që prindërit të therrin kurban për atë fëmijë i cili ka kaluar kohën që është dashur apo është kërkuar kurbani i tij, po ka mundësi që kurbani të therret, akika të realizohet edhe pas asaj kohe. Në momentin që therret kurbani, zgjidhet nyja e shejtanit. Ai njeri është më i lehtë, është më i lehtësuar, është më i mbrojtur. Andaj secili, edhe nëse është vonuar, apo nuk i ka pasur kushtet, apo ndoshta nuk e ka ditë se kushtet i ka pasur për kurban, nuk ka qenë problem, mirë po nuk e ka ditë, nuk e ka dëgjuar, nuk e ka lexuar, nuk ka pa dikun që është vepruar, ka kaluar koha, sot fëmijë i tij është 15 vjeçar. Për atë fëmijë ka mundësi që të therret kurbani, të realizohet akika atij fëmiu. Po nëse ka kaluar mosha edhe më shumë dhe ndoshta ma prindërit nuk kanë mundësi, apo ndoshta prindërit edhe nuk janë gjallë dhe unë sot për mua është therr kurban, jo nuk është therr kurban, a kam mundësi unë vetë të theri një kurban për vetveten, të realizoj këtë ibadet për vetveten, ka mundësi që njeriu ta ban një gjë të tillë, ta realizon këtë ibadet edhe për vetveten.
Deri në atë kohë ende nija është e lidhur. Në momentin që theret kurbani, një nije e tillë zgjidhet. Andaj ka mundësi njeriu edhe në moshën 30 vjeçare, 40 vjeçare, edhe nëse nuk ja ka bë prindërit e tij këtë ibadet, ka mundësi që ai vetë ta realizon këtë ibadet. Sa i takoj njeriut, sa kurbana duhet të theren për fëmijën i cili është lindur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, për fëmijën djalë theren 2 dele. Për fëmijën vajzë theret 1 dele. Pra ai i cili ka fëmijë, nëse fëmiu i tij është djalë, është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të therë kurban 2 dele. Kjo nuk është wajib, nuk është obligim. Ai njeri që nuk e vepron, nuk është mëkatar, nuk është gjunaqar. Mirë, po më e mira cila është? Kjo është më e mira, kjo që të ka nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa harxhime bëhen në mesin e njerëzve, sa harxhime ka bë njeriu në darsën, sa harxhime ka bë pastaj për rregullimin e shtëpisë, për dhomën e kështu me radhë, sa harxhime bëjnë njerëzit në ceremonitë ndryshme për fëmijët e tyre, dhe kur vjen në pyetje për një fëmijë, për gjithë jetën e atij fëmiu që ta ka dhënë Allahu me therr, 1 kurban. Për krejt jetën e atij fëmiu sa? 1 kurban. Dhe atë 1 kurban ndoshta njeriu e neglizhon, ndoshta e zmadhon, ndoshta i duket shumë mirë, po sa gjëra tjera janë më të lehta, sa njerëzit harxojnë në babina të fëmijëve, sa njerëzit harxojnë në ditëlindje të fëmijëve, sa njerëzit harxojnë për dhurata, për gëzime të fëmijëve, që disa janë në rregull, disa nuk janë në rregull, disa janë halal e disa janë haram. Sa harxime bëhen për gëzimet e tyre. Mirë, po kur është në pyetje ibadeti, kur është në pyetje kurbani, i cili nuk është për dikant tjetër, përsëri ajo është në dobinë e fëmijës tënd, dhe jo në dobinë e dikujt tjetër, në dobinë e atij fëmiu. Atëherë e sheh që njerëzit ndoshta në disa raste neglizhojnë, megjithse elhamdulillah një pjesë e madhe e njerëzve, e besimtarëve e kanë kuptuar dhe janë duke realizuar, janë duke quar në vend një prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra është mirë që të theret kurbani në ditën e 7, nëse nuk është mundësia në ditën e 7, atëherë ka mundësi në ditët tjera më vonë në vijim që të theret kurbani për fëmijën e posalindur. Nëse është djalë, theren 2 dele, e nëse është vajzë, theret 1 dele, dhe me këtë është realizuar suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është quar në vend akika, therja e kurbanit. Disa për njerëzve mendojnë që akika është ajo ceremonia, ai tubimi, ardhja e njerëzve, ajo darka. Jo, nuk është kjo akika. Akika është therja e kurbanit dhe jo darka e kurbanit. Darka mund të bëhet, mund të mos bëhet, mundesh me thirr njerëz, mundesh mos me thirr askan, mundesh mishin me shpërndajt të nevojtarët, mundesh një pjesë me ndajt për ushqim familjar, nuk është problem, nuk është kjo. Ajo e cila është ibadeti është therja e kurbanit. Nëse theret kurbani ditën e 7, ti e ke quar në vend sunetin, pastaj në ditën e 10, apo pas 2 jave, apo pas 3 jave, ti e ban një dark, krejt është në rregull. Mirë, po therja e kurbanit suneti është ditën e 7, dhe ky është ibadeti dhe jo gjëra tjera që pastaj veprohen apo mund të veprohen. Gjithashtu është mirë dhe është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që për fëmijën e posalindur në ditën e 7 atij fëmiu t'i hiqen flokët, t'i ruhen flokët. Ai i cili ka fëmijë në ditën e 7 është mirë, është nxitje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që atij fëmiu t'i hiqen flokët në bazë të mundësive, nga dalë, me qetësi, pa shkaktuar asnjë lloj dëmi, atij fëmiu i ruhen, i hiqen flokët. Kjo është e mirë gjithashtu për shëndetin e fëmijës dhe
për flokët e atij fëmiu, ndërsa pas asaj heqje të flokëve është mirë që duke i matur, duke i peshuar ato në gram që mund të jenë shumë pak gram, ato të maten dhe pastaj të llogariten në gramët e argjendit, aq sa kushton ai argjend, aq gram argjend, aq të jepet sadaka nevojtarve për atë fëmijë i cili është lindur. Pra është e mira që së pari t'i hiqen flokët dhe pastaj të maten, të peshohen dhe pastaj të jepen sadaka. E shohim që në sa raste njerëzve ju duket shumë e vështirë, ju duket të rëndë që fëmiu së vogël ende 7 ditë me ia hiq flokët. Nëse realizon, është mirë. Nëse nuk e realizon, nuk ka gjunah para Allahut Azza wa Jall. Pa ka mundësi me dhënë sadaka në atë mënyrë, pa ja hiq flokët fare, ka mundësi që të jepet sadaka edhe pa ja hiq flokët fare, megjithse më e mira është që t'i hiqen flokët. Po nëse jo, nëse këtë nuk e ki mundësi, atëherë ka mundësi që të llogaritet afërsisht dhe në bazë të pak flokëve të fëmijët mund të arrijë 15 euro, 20 euro me gramët, me llogarinë e argjendit dhe ka mundësi që besimtari aq pak nga ajo pasuri të jep sadaka dhe kjo është në shenjë falënderimi ndaj Allahut Azza wa Jall që Allahu të ka dhënë fëmijë. Pra është mirë të hiqen flokët dhe të jepet sadaka. Nëse jo, edhe nëse jepet vetëm sadaka pa ju hequr flokët fëmijët, edhe ajo është e mirë, megjithse të gjitha këto janë rruga e sunetit, janë rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Hasanin, me Husejnin në ditën e 7 të tyre. Pra me nipat e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e 7 u ka hjek flokët dhe pastaj i ka llogaritur ato dhe ka dhënë sadaka në bazë të atyre. Dhe gjithashtu është me rëndësi dhe është prej sunetit, ne themi prej sunetit, mirë po dispozita e kësaj arrin në shkallën e wajibit dhe kjo është sunetimi i fëmijut. Fëmiu, djali të bëhet synet. Ne i themi synet nga se është nga rruga e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po jo që dispozita është sunet dhe nëse e len nuk ka gjuna. Jo, nëse e len një sunet të tillë ka gjuna, ka mëkat para Allahut Azza wa Jall, nga se ky ibadet në realitet arrin në shkallën e wajibit, është wajib, është obligim, është patjetër që besimtari të bëhet sunet. Pra fëmijën djalë e bëjmë sunet, e çojmë në vend një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të pejgamberëve më herët deri në sunetin e Ibrahimit alayhi salam, i cili është i pari që është bë sunet. Pra besimtari fëmijën e tij e bën sunet, e çon në vend sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur është mirë që fëmiu të bëhet sunet? Pra akika në ditën e 7, hekja e flokëve në ditën e 7, këto gjëra janë të caktuara në ditën e 7. Sunetimi i fëmijut ka ardhur në një transmetim në ditën e 7, mirë, po një transmetim i tillë është i dobët. Atëherë mbetet e lirë që besimtari ta ban fëmijun e tij sunet. Kur e ban djalin sunet, e ban në atë kohë që ka mundësi. Mirë, po sa ma i vogël është ma mirë. Sa më i vogël është ma lehtë dhe nuk ka nevojë që të shkohet në atë mënyrë të traditave që djali i madh do ta pret djalin e vogël, vëllau i madh do ta pret vëllaun e vogël, apo djali të bëhet sunet dhe ta mban mend kur është bë sunet, nga se një mbajtje mend e një gjë të tillë nuk ka ndonjë vlerë, ndonjë rëndësi. Atëherë më e mira është që besimtari të bën fëmijën e tij sunet në moshën e hershme, sa ma i vogël, ajo është ma e mira dhe ma e lehtë edhe për fëmijën. Dhe pas kësaj vjen emërtimi i fëmijut që besimtari duhet të mundohet të zgjedh emër sa ma të mirë për fëmijën e që kjo mbetet për ligjëratën e ardhshme nëse Allahu Azza wa Jall na e mundson.
Ne lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu atyre të cilët kanë fëmijë, Allahu fëmijët e tyre t'i bekon, ata të cilët nuk kanë fëmijë, Allahu me fëmijë t'i gëzon, Allahu fëmijët e të gjithëve në rrugën e drejtë t'i udhëzon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.